21 janar 2011, 21 janar 2026. Drejtësi e vonuar është drejtësi e mohuar. Po, por kush e vonoi? Kush e bllokoi? Kush e mbrojti pandëshkueshmërinë? 21 janari, plagë e hapur, përgjegjësi e fshehur. 15 vite pas 21 janarit 2011, Shqipëria vazhdon të përballet me të njëjtën pyetje të rëndë që rëndon ndërgjegjen publike. Pse drejtësia nuk u bë? Çdo përvjetor rikthen fjalë të mëdha, deklarata solemne dhe statuse morale në rrjete sociale. Mes tyre edhe thirrja e Taulant Balla, drejtësi e vonuar është drejtësi e mohuar. Por këtu lind paradoksi që nuk mund të fshihet më pas retorikës. Kjo parti ka mbi 12 vite në qeverisje. Ka pasur kohë, pushtet dhe shumicë parlamentare. Ka pasur mundësi reale për të ndryshuar ligje, për të forcuar transparencën, për të mbrojtur pavarësinë e drejtësisë dhe për të garantuar zbardhjen e plotë të 21 janarit, jo me fjalë, por me veprime. Kush e pengoi drejtësinë? Sepse sot është e qartë. Drejtësia nuk e pengoi veten. E penguan faktorët politik. E pengoi vullneti selektiv, që aktivizohet vetëm kur i leverdis pushtetit. E pengoi presioni politik mbi institucionet, i ushtruar herë hapur e herë në prapasken. E pengoi frika nga precedenti, sepse nëse zbardhet 21 janari hapet zinxhiri i përgjegjësive edhe për dhjetra çështje të tjera të pambyllura. Dhe kështu çdo 21 janar shteti mban zi në fjalë, por jo në drejtësi. Çfarë mund të ishte bërë dhe nuk u bë? Lista e veprimeve të mundshme është e gjatë dhe e njohur për çdo që flet seriozisht për shtetin e së drejtës. Reforma ligjore specifike për përgjegjësinë penale të zinxhirit komandues. Transparencë e plot mbi vendimarrjen institucionale të asaj dite. Mbështetje reale për prokurorët dhe gjyqtarët që guxojnë të shkojnë deri në fund. Distancim politik nga çdo figurë e implikuar, pa ekuivoke dhe pa mbrojtje publike. Presion institucional për drejtësisë, jo sulme ndaj saj sa herë prek pushtetin. Asnjëra nuk u bë deri në fund. Pyetje që nuk mbyllen me statuse. Prandaj sot nuk mjaftojnë më deklaratat morale. Sot kërkohen përgjigje. Pse u deshën 15 vite dhe ende nuk ka drejtësi të plot për 21 janarin? Kush konkretisht përfitoi nga zvarritja? Pse drejtësia sulmohet sa herë prek pushtetin, por glorifikohet vetëm në përvjetor? A është drejtësia problem apo pengesë për ata që nuk duan ta vërtetën? Kujt i shërben harresa institucionale? Drejtësia nuk është slogan. 21 janari nuk është një kapitull i mbyllur i historisë. Është test i përditshëm i sinqeritetit politik. Dhe çdo vit që kalon pa përgjegjësi konkrete e shndërron heshtje në bashkëfajsi. Sepse drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar, por drejtësia e penguar është krim politik. Dhe këtë krim nuk e kryen drejtësia. E kryen ata që mbajnë peng.